ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për t'i falë dhe udhëzim, kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetjet më të plota, më të mira mbi më të mirin pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave javore të ditëve të shtunë, ku jemi me vargun të cilin kemi hapur gati mbi 80 ligjërata, me vargun e veprave dhe punëve të zemrës. Në ligjëratën e kaluar të kësaj vazhde të ligjëratave e kishim për ta përmbyll çështjen e frikës për Allahu subhanahu wa taala, mirë për shkak të fenomeneve të dukurive që ndodhin shpeshherë, andaj edhe u shmangëm nga kjo temë që të vazhdojmë sot me lenin Allahu te bareke ve teala. Jemi me veprën e frikës edhe tutës për Allahu subhanahu wa taala, drojës, të gjitha këto në gjuhën shqipe që kanë mundësi me u përmbledh në këtë sinonim, dhe kemi folë për definicionet, shkallët, si realizohet, mësimet të cilat e bëjnë të qartë këtë vepër, dhe në fund zakonisht i bim disa shembuj, disa pjesë, fragmente të shkoqitura nga jeta e njerëzve të cilët kanë qenë më të vlefshëm se na, duke filluar nga pejgamberët alayhimus salatu wassalam, shokët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, dhe të tjerë me radhë nga dietarët e muslimanëve. Andaj sot do të shohim me lenin Allahu te bareke ve teala si e kanë realizuar frikën pi Zotit, pra çish ju kanë tut Zotit njerëzit më harat. Para se të kalojmë tek njerëzit, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na ka rrëfyer dhe treguar se edhe nga qenjet jashta njerëzore, të cilat i ka kriju Zoti i Madh te bareke ve teala, nga mesi i tyre ka që i tutën Allahu subhanahu wa taala. E që këtë e ka sjellë Allahu xhelel xhelalu për të bërë shembull se ka prej njerëzve të cilët me gjithë mendjen që e kanë, me gjithë intelektin që e kanë, me gjithë se e dinë se Zoti i Madh xhelel xhelalu meriton që t'i krijet frika tina, megjithatë ja te i kalojnë në degradim disa prej qenjeve të tjera të sa t'i ka kriju Allahu te bareke ve teala. Në surën Al-Baqara na e tregon Allahu xhelel xhelalu frikën e gjërave të ngurta, ajo që quhet el-jamadat, gjërat të ngurta, gjërat të cilat na i quajmë gjërat të vdekura. Ndëgjoni në surën Al-Baqara çfarë thot Allahu subhanahu wa taala duke i përmend disa prej tyre krijesave. Thot Allahu te bareke ve teala, duke i përshkruar jehudit pasi e ka shfaq Allahu xhelel xhelalu një argument të qartë mesin e tyre, ringjallja e njeriu pasi ka vdek e ka ringjall, masi është ringjall prap kanë vazhduar në lajthitje. Allahu subhanahu wa taala çfarë thot në Kur'an? Thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijara. Mas këtë argumenteve, pas krejt atyre fakteve që u asollëm juve, ju u ngurcut, u bët siguri, u bët të vrasht, të ngurt, dhe zemrat e juve u bën si gjërat të pa ndikushme, që themi ne nuk jale shenjë. Thëtë Allahu te bareke ve teala, madje edhe më të ashpra se guri, edhe më të ashpra se guri. Argument, thëtë Allahu subhanahu wa taala, wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minha al-anhar. Ka prej gurzive nga të cilat shpërthen, yatafajjar është kur shpërthen, thyet, pimrejra. Nga thyrja që bëhet, shpërthejnë lumej. Ka shumë në botë gurzit të ndryshëm, bunare të ndryshme, nga toka e ngurt shpërthen dhe del ujë dhe furnizon një fshat. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma. E ka nga gurzit e mëdhej dhe shkëmbinj, të cilët nga frika prej Zotit, nga frika prej Zotit te bareke ve teala, yashaqqaq. Dhe Kur'ani shpeshherë përdor ndonjëherë për rezultate të njëjta, forma të ndryshme të cilësimit të një veprimi. Apo yatafajjar dhe yatashaqqaq, në fund ka të njëjtin rezultat, se del uji. Mirë po, një herë i thot yatafajjar, një herë i thot yatashaqqaq.
për të bërë çfarë? Për të bërë përshkrimin sa më të cilësor dhe sa më të detajshëm për këtë veprim. Andaj thot, prej gurzive ka që nga to dalin lumej, shpërthen. Pra këtu ka shpërthim në kuptimin se del grumull i madh. Apo ti e shijon kur e shani lum të madh, ti thuk kjo është shpërthim, det i madh. Zakonisht ta mund ta vorreni për ta pa kudretin e Allahu subhanahu wa taala, sidomos ku ndahen degët. Por shemo ka mundësi të shani liçen, edhe prej aty degëzohet në lum. Edhe në atë vijën ku ndahet, zakonisht krijohet një gurgullim, edhe një zhurmë, e cila e jep kjo lëvizje e ujit, ti e shef këtu çfarë? Madhështinë e Zotit te bareke ve teala. Si e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala kët ujë. Dhe prej gurzive thot Allahu subhanahu wa taala ka të tillë të cilët yashaqqaq. Shaqqa kur domon i dalin copat prej venit. Do krijohet vrima. Thot Allahu xhela xhelalu dhe del uji. Dhe del uji. Thot Allahu subhanahu wa taala wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. E ka prej gurzive të cilët nuk shpërthejnë ujë, mirë po nga frika prej Allahut lëvizin nga lartësia. Lëvizin nga lartësia. Pra ka mundësi ti e shef pikodre ka ra një guri, por ty është veç një guri, por te Allahu subhanahu wa taala ka ra me urtësi. Shpeshher i keni vërejt në për disa prej vendeve, aty vendosin disa rrjete me hekur e kështu më radh, dhe ta shkruan aty kujdes, ka mundësi me ra guri. Për ato është veç një lloj teknike për ta ruajtur njerin prej rënies gurzive. Por si shpjegohet ajo rënje e gurit? Pse ndodh që guri i madh me ra dhe me rok njerin? Sepse ai guri është frigu Allahut. Nga frika Allahut është rretulluar dhe ka ra poshtë. Dhe kjo vëzër ndodh në shumë prej krijesave që na nuk i kuptojmë lëvizjet e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pa delet tu godit njëra me tjetrën. Dashi ka mshur delës. Dhe ka pyet njërin prej sahabive. Ka thënë, a e di pse e ndodh kjo? Ka thënë, nuk e di. A e di që ki dashi, pse i kam qëtë saj dele? Ka thënë, nuk e di. Ka thënë, ama Allahu e di. Allahu e di, se janë krijesat veta, Zotit subhanahu wa taala. Por ti mund me qenë një bubrec, por ti mund me qenë një miz, por ti mund me qenë një kafsh, kur gjë s'lidh pun kur gjë me tyje. Por Zoti i Madh xhel xhelalu është ai i cili e ka krijuar, dhe ai e din pse e na ka marrë. Dhe çka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe do të hakmirët për ta ditën e Kiametit. Por nëse dashi padrejtisht i ka mësuar një delës, Allahu xha ja mundson mu hakmar. Nëse delës ja mundson njerëzve, patjetër se do ta mundson vëllazër. Dhe gjithmonë kemi thënë se nuk ka zullum në dunja, nuk ka një padrejti në dunja. Edhe në nivelet më të vogla, që në familjet i s'janon menën, ka mundësi që aty në dhomë tonet e ban një zullum, e ranon dikan, pi familjarëve tu. Nuk ka mundësi mës me pagujt ata vëllazër. S'ka mundësi mës me pagujt. Shpesh njerëz thonë, s'u hec hiç dita. Sa njerëz thotë, po ku e di unë për çka kanë vën? Ti mundesh me filozofu që nuk e di pi kanë vën, ku e di çka çasi tipi jam. Jo me këtë janë, tamam, ato janë ato mjeglla që ti i ke kriju për veten tënde. Kjo tatim. Nuk mundesh të më morr nga lumturia, ndërkohë që je i ult në zullum. S'mundesh. Nëse ka rrike e zullumit, s'ki mu bara hak. Andaj Zoti ka mënyra të ndryshme se si hakmirët, por nuk ka zullum në dunja që bëhet e që nuk vjen tatimi. Qoftë vjen në dunja, qoftë në ahiret. Disa gjëra Allahu xhela i jep në dunja, disa i shtin për në ahiret. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Allahu mos ta bën pi zullumçarëve. As në familje, as në vlade, as shoqëri, as kur kujt mos i bëj zullum. Nga se ditën e Kiametit vëllazër, a dita e Kiametit vjen shpejt. Edhe sot do flasim me lenin Allahu te bareke ve teala se si njerëzit përpara neve, para se të kalojmë te njerëzit, se si krijesat e ngurta i frikon Allahu subhanahu wa taala. Andaj për ty është i guri, ka rapi kodre. Allahu ja thot, ka prej gurzive që pitutës teme bim prej kodre. Gjithashtu vëllazër, ka ardhur në Kur'an në surën Al-Hashr thot Allahu subhanahu wa taala, "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah." Thot Allahu subhanahu wa taala, sikur ta zbritnim. Për kjo vëllazër supozimi, law, sikur ta zbritnim. Dhe Kur'ani vëllazër shpesh e përdor këtë. Dhe supozimi vëllazër nuk është jo çdo supozim ndodh. Më në këtë. Kur'ani shpesh bie supozime, i thonë iftirat. Nëse kish ndodhë qështu i shka në rezultati. Kjo s'do me thonë, kjo ka mundësi kur nuk ndodhë. Apo, andaj për shemull, Allahu gjatë në Kur'an,
Lau kana fihima alihatun illa Allah la fasadata. Me pas dy zota e më tepër, në realitet ishin prish qije e tokë. Kjo supozim, kjo s'ndodh. Kjo nuk mundet me ndodh, është mumteni. Qa është mumteni? E pamundshme në vendvet, jo. E pamundshme, është absurditet. S'mundet realiteti mi pranu dy zota. Mirë pa Allah e supozon që ta kuptosh ti. Se për shembull me kanë dy zota në univers, s'mundet mos me u prish. Pse? Se njani thot po du me krye dunjajën, që thot jo alas po du me krye. Cëllë ndodh? Kujna ndodh? Një zot, supozojti, veç me mene me paramendu. Një zot thot po du me kriju filanin. A i zot i qëtër thot unë s'po du me kriju. Cëli fiton? Cëli ja? A i shka fiton o zot? Andaj, shiko, supozime në Kur'an vinë veç për me paramendue që së është e mundshme kjo. Stabiliteti i universit dhe rutina e gjërave që shi ka kriju zoti, me ketat kapacitet të madhë, ka dhënë se veç një zot vetët këtu. Veç një zot vetët këtu. Kur do aj e beshijun, veç aj kur do. Apo? Kur do aj e nëzirë frytin për tokës, veç aj kur doje. Se është krejt sistemit ka dhënë tyje, krejt një dhami, të ka dhënë se këtu veç një ani vetët, veç Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye vëllezër, shpesh në Kur'an vjen leu, sikur të kish qenë çështu. Sikur të kish qenë, ajo s'ndodh, apo ka mundësi me ndodh. Tani Allah e ka sjellë në shembull në surën Al-Hashr. Për të përshkruar insanëve çfarë efekti ka Kur'ani. Çfarë efekti ka Kur'ani? Shpesh ato njerëzit thot, si ka mundësi thot ki Kur'an e ka udhëzu dikan se udhëzon. Ne do tani e kemi këtu shembull që ka sjell Zoti, por ka edhe shembull të ndryshëm që kemi mundësi me i sjell. Apo, nëse themi na kështu vëllezër, piçit i ujit janë shëru shumë njerëz. Dhe dikush thot, mu shumë shënosh, ama se ka pi kur. A ka efekt? Nuk ka efekt. Dikush thot për shembull, pi diellit ka vitamina, ama ki kur s'ka dalë në diell. A ka mundësi me akuzu diellin që si ka efektet? Jo. Se ka pi ilaçin kur. Edhe thot për shembull, pse rrein doktor se kjo e ka çket efekt. Edhe tash na e pyesim, a ki pi ilaçin? Jo, s'kam nevojë, s'kam e pi, s'ka efekt. Nuk mundesh ti kështu me lut me gjëra. Allahu ja Kur'anin ka bëu udhëzim, dhe Kur'ani ka fuqi të madhe vëllezër. Këtë çka shati këtu, këtë janë të krijuar. Veç fjala Allahut sa janë krijuar. Veç fjala Zotit xhelel xhelalu. Thot Allahu subhanahu wa taala, sikur ta zbritnin këtë Kur'an, çata shkati e kije në telefon. Çata shkati në telefon e lexon. Kur'anin Allahu xhelalu ala. Sikur ta zbritnin këtë Kur'an mbi një kodër. Atë Kur'an vëzër me shembuj ta ilustron që çështu duket kjo punë. Sikur ta zbritnim këtë Kur'an mbi një kodër, lera ejtehu, kishe me e pati të uqa, do ta shihje khashian mutasaddian. Dy cilësia ka dhënë. Khashian me një herë ish ul, i shkri prej tutës. Mutasaddian edhe kish fillu muqahe. Edhe kish fillu muqa. Andaj ditën e kiametit do të qahen. Këtë do të qahen, se su e burdër Allahu, coptoni dhe bëhuni grimca, pluhur edhe fluturojnë. Dhe bëhet kiameti. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, min khashjetillah, pitutës për Allahit. Min khashjetillah. Vini dhe sa përpik flet Kur'ani, su shfjallë Allahu, është nuk shfjallë insanit. Kër e morëm definicionet e frigës, çka thamë? Përdorët khauf, përdorët edhe qëfar? Khashje. Khashja, qka dalon të pi frigës? Kush e mamen të definicioni kër e pronë pi frigës? Khaufi janë për ketë. E një muslimani thjesht i tutët Allahit. Cëla është khaufi? Khaufi është kër e len haramin e ban farzin. Apo? Mirë, me laqja, a i frigohet Allahut, a ka khashje? Ka khashje. Sa jo gjuna zban, më katë zban, farzin e sos. Atër pëse frigohet? A kjo khashje. Khashja qëfar është? është frig nga qenja, frig nga falëndërimi, frig nga respekti, nga vetë që une e njo kusho kjo, kusho ky, e kështu më ra. Tani dhe zërë, qiko, Allahu Gjelle Gjelalu i ka përshkrujt këtu kodrës, si kur t'ja zbit të Kur'anin, do t'ishte efekti ati cili o alim. Do t'ishte efekti ati cili o alim. Qka tha Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an?
Innama yakhsha Allaha min ibadihi yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Allahut frigën pi mesit njerëzve, robëve të vet. Kush ja ka khashien? Veç ulemat. Frigën e ka dhe muslimani, ama khashien. Alimi ndryshi i tutët Allahit. Apo, pse hoxhallar ndër histori, pse ulemat ndër histori, gjithmonë për shembull ndryshi i trajtojnë gjërat. Sa Allahin e njeh. Ai s'mund me mend të njerëzve thjesht. Ai s'mund me mend të njerëzve të ndonjë, por kisë njeh Allahu xhela xhelalu. Se njeh Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kanë përzanë në Taif, çfarë ka thënë? Ka thënë këta janë njerëz që nuk dinë. A rrejat pejgamberi, a gjuhet me gur pejgamberi, a tallet me pejgamber njeri. Mirë po, kur s'di njeri, kur s'di ç'a bëhet. Andaj shiko, min khashyetillah, nga frika për Allahu subhanahu wa taala, është përdor nocioni dhe emri i cili është përshkruar ulemave, nga se sikur ta vendose me këtë madhështi që ka kodra, me i pasbit ati i Kur'ani, do të qahaj. Kjo është vëzër për argumente se Allahu subhanahu wa taala ja kanë frikën edhe gjërat e ngurta. Thot Mujahidi, Zans ibn Abbasit radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala, thot kullu hajarin yatafajjaru minhu al-ma aw yatashaqqaqu amma أو يتردى من رأس جبل فهو من خشية الله عز وجل نزل بذلك القرآن. Thot Mujahid ibn Jabr rahimahullah, thot çdo gur nga I cili shpërthan ujë, apo coptohet dhe del prej tij ujë, apo rrëshqet nga frika apo rrëshqet nga kodra prej lartësisë së saj, thot atëherë krejt të veprime bëhen pitutës pi Allahut. Këta e ka cituar Kur'ani. Pra për neve vëllezër është një veprim, apo veprim i rëndom, thot, pas ka dalë. Ti e sheh për shembull pi gurit, këtë fshati pi ujë. Thu po dhe për ti normala, po çish ka dalë me gjithë ky ujë, çish dal hiç pa dal. Hiç pa u ndal. Ndërkohë që sunja nxjerr njerit një lot. Me të njëjtat fjalë, të cilat Allahu subhanahu wa taala ne ka zbrit neve, I njëjti Zot I thotë atë shpërthau shpërthan. Sa I tutët Allahu gjela, e njef Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu vëzër, thot Ibn Abbasi radhiyallahu an, hadithin dhe transmetimin që kanë zirë Ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala, thot inna al-hajara la yaqa'u ila al-ard falau ijtama alayhi qawm min an-nas mastata'u al-qiyama bih wa innahu la yahbitu min khashyatillah. Ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu an, ka thënë ka prej gurëve të cilat mu mbledh një grup I madh I njerëzve se në lëvizin as 1 milimetër. Ka shkëmbin, mu mbledh njerëzit shumë, as 1 milimetër se në lëvizin, kur gjosën I ban. Apo, ka thënë, mirë po ka mundë si rëtullohet vetë, pitutës pi Allahot. Që I bje se efekti I frigës të bizotit të madhë, të barek e vëtala, të gjërat e ngurë tanë shumë I fuqishëm. Kur donë Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot që Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala në komentin e këtyre ajeteve dhe komenteve, thot, dhe ky ajet dhe të tjerë të ngjashëm, thot, argumentojmë se gjërat e ngurta, si gurzit e të tjera, ta'rifu rabbaha ma'rifatan taliqu biha. Krijesat e ngurta e njohin Zotin e vet, me njohje që I përshtatet asajna. Ti kushtot çish me ditën e çish e njeh ajo në formën e vet. Efektin ti jashak. Ti efektin jashak. Thot, wa illa lamma habitat min khashyatihi. Për ndryshe, Zot rrotulloi pitutës. Ai pi frikës e bën ata. Gjithë ata çkam, Ibn Abbas ka thënë ju njerëzit më mbledh, në shkam hecun kur gjansën ban. Asë në lëvizit. Ama ajo vet lëviz për frikës pe Allahu subhanahu wa taala, fa innal khashyata tastalzimu al-ilma bil makhshi. Thot nga se frika, domosdoshmërisht është e lidhur me dijen për atë çka I tutësh. Pro frika vjen masi ta dish kusha. Apo andaj njeri për shembull trajton njerin mbas asaj se kur e di kusha. Njeri e trajton mbas asaj kur e di kusha. Kur një grujës në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I ka ndru jetë fëmia. Ka ndru jetë fëmia. Dhe ka shku tu kajt e vorri, tu kajt. Ajo e dhimbë të madhe për nana. Dhe ka shku pejgamberi sa mi dhan sabër, ka thonë isbiri, ban sabër. Ai ka thonë ja kanë I largoju lëmrat. Se ka ditë kusha.
Pastaj kanë kallzu, ka thonë çeshat, ka thonë ban sahabra Muhamedi alayhis salam. Pastaj ka thonë ja Rasulullah, ma ban Allah se nuk e kam ditë. Shiko, veç dia që ti se ke ditë kusha, veç dia kjo pejgamberi Allah se ka ditë. Andaj veç dia kush o ky i Rasulullah, ndron trajtimi. Ti për shembull, nëse thuhet për shembull, pas një perde, është një hoxh, apo një dietar, apo një doktor, apo një njeri që ka tjetë shmon, apo një sultana e kështu me radhë. Mirë po ti nuk e shef. Edhe thënë fol kujdes me këtë. Me kujdes, apo e ti mundohesh me fol me kujdes, shkëlqësia, madhnia, kështu me radhë. Edhe hekin perden e shani fëmijë. Çe i thotim, "Jo, apo do bëjmë më vlog." Hik me këtë largojo, apo do. Me një herë tjetër e ndron trajtimin, pse? Po un kujtova jam të folën të mallit. Që tash, çaq sa ti e njeh Rabbul Alamin, çaq i tutesh. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala për ditën e Kiametit, "Wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun." Ditën e Kiametit kam ju dal njerëz që s'ka bëu sa. Apo çka ditë kena? Apo çka ditë keni pas fjalën a? Këto neve që na e çojnë këto gjallarëve që për Kiamet ju folin, veç për ahiret ju folin. Wallahi njerëzit me ditë sa është i ran Kiameti, do të vim hadithe tani të radhës. Wallahi gjumi nuk i zën. Bashkë Zotin gjumi nuk i zën. Shko t'i banë një natë të vorët gjallë. Nëse del me men taman, i vorët shumë. Shko flenë një natë, veç të vorët flenë. A mos shko, veç të bëzim. Ata më subotimi nuk ka do mos dëshmërish më vepruhe. Shko t'i flenë të vorët një natë. Apo? Po mos anet e shpja jote, një fmi mundët me ta livizmenën. Veç me dash me tut një arë dhe ti mo shkon. Po para me noj, shka ban net të tëra aty, këtë vetë. Edhe atë ka bot tjetër komplet. Andaj Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah çfarë thot? Të supozuarit të sprovës me himjen sprov dallon shumë. Na thojna ku vdekja po. Këtë të muhabete shka i ban ti, i t'ju fol ala piknena. Kur desha ne, këtë qëtër muhabet ka mo. Këtë muhabet ka thonë alayhi salatu wassalam. Me dit, me bam, ja pas mundsu Zoti me nije piskamën, klithmën e të vdektit. Kur aj goditët pi me legve, kishin dek pi tu të banor të tokës. Ama Zoti s'kalon me nije. Aj ku me ditë sa vërtet, Zoti na rujt. Po ti se nin ata. Apo, ti ka mund që ati shkujnë u pref në pache. E shëja prejet në pache, ku ka mu preja. Ti kujton që ti qishdu që ja banë murin ati e zbukuron. Këtë regullë, filmi atë njerëzve s'kanë të përfundume. Mirë po, a i bota e akiret dhe zërë shumë e madhe. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith me pas pështu dikush. Pi ngushtimit vorrit kish shpëtu Sa'd ibn Muadh radhiyallahu anhu. Kish pështu që ki, ka thënë as kis ka pështu e. Pse s'ka pështu? Allahu gjatë disa gjëra i ka bo vendim. Kimi ka përci edhe u krije. Edhe u krije. A dhe do që i Sheikhul Islam Ibn Taymija se njeriu i frigohet atij të cilin e nje. Gjithashtu vëzër, kam përmendë dietarët edhe shumë për gjërat e sa kanë të bëjnë me frikën e krijesave të ngurta prej Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu vëzër, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se edhe kafshët i frigohen Zotit madh te bareke wa taala. Dhe na vëzër jetojnë në kohë shumë të egër, e quajnë disa kohë shtrigave, kohë njerëzve të këqij, ku tallet me gjithçka. Tani do të përmend një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po një para kusht. Vëzër, kur të dëgjosh një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithmonë duhesh me pas me vetdije se ta teston imanin. A e beson ti këtë si Rasulullah? Atje e shtin menën tonë një herë. Për shembull, e dëgjon një fjalë pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe thu, "S'marrok kamenja mua." Kështu a dikush flet vëllazër, qafiri. Ai thot, "Mos më merr kamenja u kri muhabet." Kjo është legjenda për mua, për Allah. Çish pi dëgjojmë shumë më të madhe të fol njerëz të organizuar me parë apo të bëm gati për sharrin e fesë, mobilizim internet, mobilizim kështu praktik për me shofer, për mi shoh xhallar, për mi shoh dietar. Apo i dëgjoni, shkoni në Arabi, largoni pikneve, ju sini kështu apo thrasin në emra të ndryshëm, mi po cakun e kanë me çit bifeje, me dal bifeje krejt. Dhe kjo është besimtar do me bë vetdijshëm. Do të më bë vetdijshëm. A që të më dhëmë vetdijshëm, me bë dije për veti, çka janë të dashme të bë. Tani vëzë shpesh e rritëshme, këra kisha kalzon, po i Kurana bë.
Ka fol bubreci, po ka fol. A ti kime na kallzua? Ti po fol, gjithaj hajvan, e s'po fol ka bubreci. Ti asni premis njerëzore nuk e ki, asni premis humane, asni kush nuk e plotson, as të rahmetit, as dëmshurijës, as kuço. Edhe pastaj thot, në Kur'an këto thonë që ka fol bubreci. Po, wa qaletin namla. Ne besojmë Sulejmani alayhi salatu wassalam ka fol me kafshët. Mi vëzët, ma në men gjitha, tash nuk kemi këtu, e kemi përmejnë një varg për shembull. Mirë po, mos nuk duhet me ra prej, o vëzër, na, e këtynëve. Të sëtë neve ndojnë me na e testue, jo a besoni, a beson ti që i fol bubreci, ja. Nëse thot Zoti unë e besoj. A e kupton? Kër e ka nal Ebu Gjehli, Ebu Bekr e Sidikun, radhiyallahu anhu wa ardha. Edhe i ka thonë, nalu pak, dosti jot, Muhamedi alayhi salatu wassalam, më tha se mrena natës ka shku pin Mekke në Mesjidul Aqsa. Apo pin Mekke në Palestinë. Mrena natës, 2 sahat. Edhe pse Zoti sot ja u ka pru argumentin njerëzve që i mundet për 2 sahat me shkue pin Mekke edhe Palestinë. Hinë këshire sa i bje vija aerore me aeroplan Mekke, Palestinë. O ma atër s'ka pas aeroplan edhe janë qudit. Qish mundet kjo? Edhe i ka thënë Ebu Bekrit, a e beson të ja? Këshirë dhe qëfar kanari ka Ebu Bekri Sidiku, radhiyallahu anhu warda. E që du më konë kanari si cëllit? Ka thënë, in kana qad qal, fa naam. Si ta kishtë thonë, se ti e qafir ti mundesh me rejt. Shiko? Qëfar preciziteti dhe zë? Ka thënë, si të kishtë thonë aj, pra, si të kishtë thonë aj, unë ati i besoj, ti i dishim, ti i qafir, ti rejnë. Sikur që i shumë njës, a i për rejnë muslimat, jesë për rejnë qafiri. O që ditë muslimat, rejnë të këpun, trekti e kështë të mëra. Ka thonë, nëse ka thonë, unë i besoj. Ka thonë, qysh mërë i beson? Unë ka thonë, i besoj se Allah ja ka zbit shpallën, ti më thupi Mekke në Palestinë, për këkur gjonë në kamera. Unë i besoj se me leku i zbrit, me leku. Gjibraili a.s. edhe i flet, edhe ja ka zonë shpallën. A në zër, gjdo hadith që ka e do gjonë, dush me ditë se Zotit ta teston, apo e lezën vetë, ta teston imanin. Andaj kujdes nga këtë këto thirjet, apo talet, dhe nuk të më erana prej bullizimit. Ato që me na përqesh neve, se qërë të që ka besojnë. Ne besojmë Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pik. Çka thot Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam? Për neve vëllezër është e paprekshme, e pa diskutueshme. S'ka tolerancë aty. Unë më me gabue, Allah dhe pejgamberi sa s'mund me gabue. Fjalët e mia mund të më kanë objekt studimi, po mundesh me thon, o xho faleminderit, s'ki fakte, këtë rregulla. Po Allah dhe pejgamberi nuk më thon, ju ti s'ki fakte. Para në më kanë gjallë pejgamberi sa mundesh me thon, hajt menoj të shtëpia unë tash atë besoj ajo. Ti fluturon valla, s'ka iman aty. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuk. Allah do të pasha Zotin tanë Muhammed. Dhe në vezën Kur'an ka shpeshher pasha diellin, pasha hanën, pasha ditën, pasha kohën. Allah betot çka doje. Kur ka ardhur te imani te pejgamberi sa mi besu dhe mos mi atestuti aty në besimin, ka thon pasha Zotin tanë Muhammed. U ka betun vetin e vet. S'janë ato besimtar derisa ta veç ty të marrin për gjykat. Ti çka thuaj ti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ne jetojmë një kohë shumë të degeneruar dhe shumë të rrezikshme, se ka shumë shtriga, shumë vampira, të cilët veshën mirë, e dukën mirë, e bëjnë gjëra të ndryshme që mu duk but, e mas atyre ka vëzër, ka egërsina. Inshallah Zoti na i ruan imanin dhe islamin. Ya Rabbal Alamin. Do gjëra që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që ka transmetuar Imam An-Nasa'i. Dhe gjithashtu e ka saksuar Imam Ibn Hibbani dhe Imam Hakimi, njështu për e gjallarëve të mëllejt të muslimanëve, nëzanë si Sheikhul Islam Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Imam Adh-Dhahabiu, dhe njështu për e gjallarëve bashkohor, Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nga Ebi Hurairata radhiyallahu an, thotë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shiko vëllezër, mes ka thënë Ebu Huraira dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ebu Huraira vëllezër, ka që ka, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pik kjo. S'ka këtu më muhabet. E kam dëgju pejgamberin sa ti tjetër a je musliman tash asia, ai beson ajo. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ma ala al-ardi min dabbatin
illa wa hiya tusbihu yawm al-jum'ati musikhatan hatta tatlu'a ash-shamsu shafaqan min as-sa'ati illa ibn Adam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka në tokë ndonjë gjallës, kafsh. Dabba i thonë pi asaj zvarranikit që ecë që s'nijet hiç, deri tek këtë kafshët e tjera. Ka thënë alaihi salatu wasallam, s'ka ndonjë kafsh në tokë, vetëm se ditën e xumë, kur qohet sabah. E sabahit, kur i thonë sabahit? Sabahi o vëzër, një kohë kur falet sabahi, e pastaj kur të lind dielli. Se kur lindet dielli mos ka sabah. Edhe pse me orarët e punës, kur lindet dielli a sabah. Ama me orarin e muslimanit, kur a sabah vëzër? Kur a sabah? Para se me dal dielli. Kur dalë dielli mos ka sabah. Sabahi ke parzit. Andaj kur e ka afatin me fal sabahi? Derisa me të lindet dielli. Si të lindet dielli, atëherë mohim tjetër fazë. Ka thënë alaihi salatu wasallam, çdo kafsh që ka kriju Zoti në tokë, ditën e xumë, kur ta mrihet këtë fazë, pak para se me lind dielli, kur përfundon atë dhe hin koha e sabahut, thot musikhatan, ripezull. Nashta dita e kiametit sot. Ripezull. Nashta bot kiameti sot. Deri të lindë dielli. Kur të lindë dielli, thotë diçka s'ka në kiamet. Thot krejt e bojnë këta prej kafshëve, thot alaihi salatu wasalam, pos biri Ademit. Biri Ademit qohet sabah, leqi ka ik sabah. Pa i plani vesh të më angu muhabet, ai leqi ka ai nuk mërzitet që i ka ik sabah. Ai nuk mërzitet se sot e ka ditë humbur, e ka ditë dështume. A nuk i vën marrën i njerit i cili shembull ta zona nuk i çon farzët e Zotit në vend, çish duhet? Mu qunë në sabah e në aksham, në sabah e në drek i kindi e aksham, e jaci mi gjikur të tjerët. Po ti be i ndërum sabahit ka ik. Ti farzin e Zotit si ki qunë vetë. Kuj ti folë për Zot? Zotin a falë, ja Rabbal Alamin. Ka ndoj vëzër, shko, gjdo kaf, shka, qo. Edhe prit, ditën e gjuma, mos bëhot kiameti. Dësat lindë i djeli. Pos biri Ademit. Biri Ademit, ka qëratë. O, dhe lehti sabah që më ka i kajde se kena punë na. Planin e ka për 4-50 vjet, 70 vjet i ka, folë për 50 vjet, mas 30 vjet dhe thotë zor ka më konë. O ti vla 70 i kije. A i të di qëfar lafi të nëzirë bigoje, i të mbo plan për 50 vet. E këto di me 70 s'ku të vinë, pale që ka me bëhe. O ti ka mundësi be vorët dhe kanë qelë të vorrejzat. Ka mundësi që finin pazarin ja të bëhe hazër. Ti mund folë, hajdi një riut, edhe i riut s'ban me folë me kësi plane. Pa hajde ati i ka 20 vet, i ka 30 vet, i ka 40, 60, 70, 80, të flet tyje si kur më kanë, ky, ka me tu gatë. Andaj, shiko dhe zërë, besimtari du të me pas frikën Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe planet mi ba, mërëna masës të kuptushme, jo asaj i cila nuk kuptohet. Kjo dhe zërë është frika prej Allahu që e kanë kafshat. Se përket dhe zërë frikës prej Allahu subhanahu wa ta'ala që e kanë melaqet. Melek të Zotit Gjellë Gjellalu janë kresat Zotit se ti ka kriju për i nurit, dhe janë kresat Zot nuk i bëjnë gjuna Allahu subhanahu wa ta'ala. Para se të shkojmë dhe zërë të melaqet. Tu një me ditë se në melaqen tokë s'ka, se ju ka përzidove. Njerin e dojnë, ja melaqe, ja shejtan. Po s'ka Allah. Insani o insan, nuk ka shejtan, mundet mu bo shejtan. Shumë e interesant. Insani mundet mu bo shejtan, jo vetëm, ja kalon. Ja kalon. Lirish mundet dikush i blisi, me thanë ullu i blisi, ullu. Të ka zë zdi kur gjati. Të ka zë unë që shbalë sherri. Të zdi që ka në sherri. Të ka zë unë e ti, të zdi. Ja kalon i blisit, ama me laqës në balët. Në të neje se ishte 24 orë, në të ketë dije sa të doje, me lek nuk balët. Me lek nuk balët. As për nga mërë që janë me lek, janë njerës. Për nga mërë e sëlam shpesh e di ka zbitë Kur'an. Kull inna ma ana bashar. Unë jam njeri. Pse unë jam njeri? Unë kam gruje. Unë ha, unë pi, unë shkoj nevojtore, Zoti ndërop. Dhe për nga mërë sa më konë njeri si kretë njerës, dhe pra kom për nga mërë. Që mësë menoj dikush se, andaj Arab që kanë thanë, për nga mërë njeri, me lek du të me konë. E Allahu që ka tha, me pas në tokë me laqe, kish mi zbit, për nga mërë me laqe. Po në tokë s'ka me laqe, jini ju, e kena që njerin. Apo, dhe me ta që me laqe ti s'munësh. Hajde e se pozona me laqe, dikush se, qështu e dojnë. Te hoxalartë ka njëherë kjo ndodhë. Thot,
si t'ja shofe një gabim. Ja, kur gjo. Po t'ja a melaçi t'u lipa. Hajde supozoj e ti hoxhën me ta gjetë një melaçe. Te Zoti ta ka po ti se ti je shumë i madh je, edhe ta ka që Zoti një hoxh melaçe. Edhe ai lidhet për namaz. Allahu Ekber. Thot e bona një jetë, mu fal 78 saat panal. Sa i s'del nevotore, ai nuk ha buk, ai nuk pi. A më në rrimas ajo? A i thu veç pak, ti falë, unë e vi ma vona. Veç ta pi qaj, ta pi kafën. A e kuptën se ti nuk mundet me tu boj imam me laqja, se ti së një rrimas ati. E Allahu që ka që pengamberin, njeri pengamber. Pse? Për me mujt me shku. A da i ka flet, që ti më stujsh kër të flet. Unë me flet, që shi be unë me flet? A muj më konë musliman? Po vda, më nëshë më konë, se pengamber ka flet. A muj më konë edhe musliman me pas gruje? Po vda, se pengamber ka pas gruje. A muj unë ka njerë baj gabim. Në regullë. Pse? Se i insan. Ruje njerëzëllëkin. Allahu Gjellar nuk i ka zbit Kur'anin me regullat të përpikta që na me kalu në melache. Jo. Andaj melachet vet kanë reague. O idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allahu Gjellar thot, kur ju thash unë me melekve pe krijoj një khalife, një njeri. Çka thanë melachet? Po çka duhet o Zot kë? Sa për ibadet që e më najna, s'nalmi të boj ibadet. Allah tha, unë e di. Sa i do insan me kriju. Ka dashur urtësia e Zotit dhe dëshira e ti me kanë insan. As andej, as knera. Është tjetër përbërje. Edhe e ka shtazarin e shtazës, edhe e ka egërsin e egërsinës. E këni po njëri kënjarë, kur që i dhe nëna qartët. Apo, edhe mësë të hanë dhanë, të hanë si. Që i sot i bënkaj me gjëzije, mësysh i kryot nga egërsira e mbledh në mënajena. Edhe ti tigër nuk i e, do janë, po na në bazë nuk jena. Tigëri që ka banë, të kaqë. Ti sën kaqë, s'ki që si dhamë me kaqë, e shlën mesin. Kur e shlën mesin, me ba me rogë dhe njëri që sa i mbrojtëm, ka mundësi me mitë. Ka thënë Alehi Salat dhe Selam, sini e shtit devën në kazan. Devën e madhe, e shtit në kazan. Pse e shtit në kazan? E njerën e shtin dhe pimësinshit. Se ajo egërsira, ajo du të mu hargju, ajo energjia e mbleth. Shishtot i bënkaj me gjëzije, ka njerëzi nuk mundët aj me mshel kapitullin 24 orëve pa e helmu dikan. Sa i thot, sa vdesun e piqit i helmit, ma mirë pe gjuj. Qështu janë të njerëzi? Allah në pasrof shpirët aton, ja Rabbel Alemin. Se është të lashe madhe kjo dhe zë. Të lashe madhe. E tani dhe zë, që ka ndodhë? Me lekt Allahu subhanahu wa ta'ala ja u ka prezentu se unë dhe me kriju një njëri. Ato kanë thonë, nuk ka nevoj. Ama Allahu gja ka dash me e bind edhe me lekun, po edhe me e zbit se për tëne ka pengamber. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka i shkruar që ka me dal. Andazër, duhet të mbajmë njerëzillëkun. S'na ka thirë Allahu gja mu bo me lek, mirë për nuk në ka thonë mu bo shejtan. Duhet me mbajt mesin. Në përshimin e mjelek dhe kjo dhe zëtej me gjanë është mirë po të përmejnë disa ajetet dhe të Allahu subhanahu wa ta'ala në surën e Nahl, ajeti 50, ja khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Melekt i tutën Zotit të tëre nga lartësia, mbi lartësinë e tëre. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dhe bëjnë çdo sen çka ju urdhënohet. Çdo sen çka ju urdhënohet. Dhe gjithashtu të Allahu te bareke ve teala në surën El-Isra, ajeti 56-57, qul id'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu yakhafuna adhaba. Të Allahu subhanahu wa ta'ala, thuaj, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuaj atyne të cilat bëjnë shirk Allahu xhel xelalu, thirrni ata të cilat i lutni përveç Allahu xhel xelalu, nuk kanë dorë që më u largue keshfet dhurr, më u largue zararin prej juve, e asë nuk ndryshojnë gjendjen. Meleku vëllezër, meleku ka qenë njëra nga krijesat që arabët e kanë lutur. Disa prej arabëve kanë thonë ne i bëjmë ibadet melekëve. Ati i bëjmë ibadet, e ai mësanin a ndrejsh punën te Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu xhelalu ka asgjësu këta. Ka thonë, melekt nuk janë për me lut, se melekt kur gjanë dorë s'ka. A e përmendëm dhe zërë, meleku i vdekës sën ta merë shpirtin kur do meleku, po kur do Zoti. Andaj merë melekun e vdekës për shembull, që ta kuptosh se vetë Zoti ka punë dorë, s'ki nevojë më frikue. Kur kush së në banë kur gjanë zarar pa e shkujt Zoti, kur kush së në banë dobi pa e shkujt Zoti.
Edhe me leku që ta merë, ti mas shumë të frikën cëllën e ki, frikën e fundit cëllën e ki, vdekja. Allah të kalëzën kurat, o edhe me leku i vdekës, lajes të këdimun, as 1 milimetër sekundi zgudzon, as më herët, as më vonë. Mu nërvozu me leku i vdekës, ta marë që ta rahatoj shqeqëri. Jo, nuk vepron me tekat e veta, po vepron me urdhat e Zotit. Çka thot Allahu xhelle xhelalu? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Çka ti thot Zoti që ta e ban? Dëgjoni tani si i përshkruan Allahu subhanahu wa taala. Melek që ju i lutni, ata e lutin Zotin. Ata vetë tutën ti atina. Apo thot Allahu subhanahu wa taala, ata vetë kërkojnë të afrohen të Zoti madh te bareke ve teala, cili do të jetë më afër Zotit, dhe shpresojnë rahmetin e Allahut dhe frigohen prej azapit të Zotit. Edhe me lekë të vëzër, ata mas mirë të njohin Zotin, edhe i frigohen Allahu xhelalu ala. E tash ti para më në me lut këtë çka tutut, ki vetë tutut. Apo andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëzër neve na ka mësue se ne jemi umat i tauhidit, umat i imanit, umat i islamit. Nuk ban muslimani ju bo shirk Zotit madh te bareke ve teala. Nuk ban me ai vet ndorën e vet s'ka mundësi me largue, apo e çish ka mundësi me lut ti ata. Andaj Allahu xha ka përshkruajt me lekët këtu me çfarë? E ka përshkruajt me frikë për Allahu subhanahu wa taala. Ka nxjerr hadith Imam Tabarani në librin e tij Mu'jam al-Awsat, gjithashtu edhe Ibn Abi Asim në librin e tij As-Sunna, nga hadithi i Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, dhe për të cilin hadith Al-Haythami thot se hadithi ka transmetuesit e sakt. Gjithashtu edhe Imam As-Suyuti rahimahullahu taala e ka saksuar këtë zinxhir të hadithit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë alayhi salatu wassalam: "Marartu leylata usriya bi bil mala'i al-a'la wa Jibrilu kal hilsi al-bali min khashyati Allah." Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur kam kaluar natën e Isras dhe natën e Mi'rajit, tek ata shkalla më lartë që i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala, thot e kam pa Jibrailin. Si e ka pa vëzër? Ka thënë e kam pa si një njeri cili vesh tesha të arnume, të lothta, të vjetra, që nuk aludojnë për a do dhe njeri loth. Thot e kam par si kur leck e that e loth, kretë kjo pitutës për Allahu xhelle xhelal. Kretë kjo pitutës për Allahu subhanahu wa taala. Sa e din kush është Zoti vet. E njeriu vëzër, njeriu mashtrohet, nuk e din kush është Zoti vet. Andaj thot Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i rahimahullahu taala, thot nuk provon insani mu bo Zot vetë se bëhet shejtan. Apo nuk provon insani mu bo Zot, ai Zot s'mbohet. Çka bëhet shejtan? Se nuk mundet mu bo Zot. Andaj Zoti të bja pas frikë. Njeriu vëzër, pozicioni më i saktë njeriu të frika. Ti tutesh për Allahu subhanahu wa taala. Kjo vëzër është frika e melekëve. Tani do shohim vëzër frika e pejgamberëve. Si kanë pas frikë pejgamberët e Zotit Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu xhelle xhelal surën Al-Anbiya: "Innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Thot Allahu subhanahu wa taala duke përshkruar pejgamberët. Ata pejgamberët nxitonin për të bërë vepra të mira. Nxitonin dhe përmendëm vëllezër të fjalë Allahu subhanahu wa taala nxitimin: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Shpejtoni me zan maghfiretin e Zotit juve. E ke pasur vëllezër një ditë, ke pas mundësi më bëjë në të li. Shfrytëzoje. Mos të shkoje koha kot. Shikoj Allahu si i përshkruan pejgamber. Kan vrapu me zan ditën me mush me hajrate. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa yad'unana raghaban wa rahaba." Edhe vazhdimisht na banin neve dua, e lutnin Zotin, pi dëshirës edhe pi tutës. Pi dëshirës edhe pi tutës, dhe wa kanu lana khashi'in. Dhe halli i tyre, statusi i tyre, gjendja e tyre ka qenë khashi'in. Vazhdimisht i friksuar. Vazhdimisht i friksuar. Gjithashtu kur e ka përshkruajt Allahu subhanahu wa taala Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Shumë është interesant dhe vëzër, se ne nëse në mundson Allahu subhanahu wa taala do të mbajmë një varg ligjëratash për akhlakin edhe moralin e pejgamberëve.
Njerëzit i kanë coptu pi pejgamberëve që kanë pas qef. Merr pi çdo pejgamberi që këtë pas shumë mirë ka pas, apo ose pi pejgamberit ton alayhis salam çka ti konvenoje. Ndërkohë që sistemi moralit, sistemi etikës, sistemi i edukatës punon tërsi, jo njësi. Punon tërsi, jo njësi. Çfarë do të thotë punon njësi, jo punon tërsi, jo njësi. Nuk mundet një njeri vëllazër, për shembull, më ka një moral shumë, veç me një pjesë. Ja i punon komplet, ja s'ka mundësi me funksionuar. Nuk mundet vëllazër me qenë nxitsi për me bë vepra të mira Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe kjo me pas të efekt të njëri amoralitet. Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Allah nuk urdhon për amoralitet. Arabët e vjetër vëllazër, para se me ardh pejgamberi alayhi salatu wassalam, çati kohë çapja, Zoti ja shtoft nderin dhe privilegjin, kanë bë tawaf në atë vetën hax, para se me ardh pejgamberi alayhi salam, kanë bë hax. Muslimani kur bën hax dhe umra, çka bën vëllazër? Vesh ihram. Ihram çka do të vëllazër? I zhveshur piket petkave, mirë po e vënon një pëlhur, mos më pa vret. Grat e kanë ihram teshën e vet, bulesën e vet, burrat e kanë çfarë? Një pëlhur. E vënon një pëlhur që më bë mos më pa vreti. Arab çfarë kanë thënë? Çfarë kanë thënë? Se kur ski fevës s'disha më bë. Ka thënë nuk ban me këto tesha të gjunahit me bë hax. Apo, e vërtet. A mundë me bë me tesha të gjunahit? Jo, edhe muslimanit me ka hek. Kush ka shku e din? E din ja rek teshat? Apo, e disa shpesh ardhur një haxholler, o xha bash tullak duhet, apo valla bash tullak duhet. E ju vjen pak si e çuditshme kjo punë, apo do. O komplet ajo, po komplet valla. E tash këto dy pishkirat i vnon edhe e ban tavafin. E arabët e vjetër vëllazër, çfarë kanë bë? E kanë ditë një pjesë, por një pjesë e kanë ditë. E kanë ditë se çabja e ndershme. Do të më bë tavaf, o çfarë s'kan ditë? Kanë thënë, këto teshat gjunaj, zbanë me këto. Çfarë më bë? Ai tullak. E kanë bë tullak. E kur kanë ardhur, muslimanët kanë thënë, çush bëhet? Ka thënë, po çu duhet se këtu s'ban me një teshat pa pastërta. Po nëse s'ban me një teshat pa pastërta, s'ban me një tullak aty. Ata ka thënë, Allah i në ka thënë qështu. Allah ka zbita jetë. Allah i nuk urdhon për amoralitet. E vëzër, tash për e morë me këta. Si ka mundësi një musliman sot i beson Allahut dhe i beson pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe veprat amorale, veprat kriminale, veprat e gjunajt, leje që i ban, kjo është pjesë e gjunajt, në vetë vetë e të tem, i legjitimon. Zoti thot qështu e ka po. Zoti e ka leju këta. Si be Zoti ka thonë, keq me boha. A më që para muzër, si t'inglon pas të dikush qëtër, qështu t'ka mësu Zoti ja? Keq ka mësu me boha. E ti tash vëzër, edhe për vejt e ke prish perceptimin për Zotin, edhe të tjetëri le gjurëm t'keqe. Se thot, Allah i be qështu ju mëson ju e me po keqe. Që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadith e ka zirë më Bukhariu? Nuk i ka besu njani pi juve Allahit. Nuk i ka besu njani pi juve Allahit. 3 herë. Se a i shka komshia i ti nuk ka i sigur për këtina. Shikove kjo, pa tjetër është tërsia me funksionue. Nuk mundet njani me thonë, i besoj Allahit, pejgamberve, melekve, ditës kiametit, librave, kaderit. Ama i këshia thotë, o në zor janë piqitina. O kusha që ki? Zor janë piqitina, që ki kusha? Po ki thot be jam musliman, po së dive shumë probleme në banë. Qka ka thonë pejgamberi selam? S'ka besu ki. Se ki me besu ki, ka me pas efekt moralor, pa tjetër ka me pas, morali ka me. Andaj Allahu gjela kër e ka përshkujt pejgamberi selam, qëfar ka thonë? Wa innaka la ala khuluqin adhim. Tije, nëse ka kulm morali, që ti jep pak më nalt. Nëse ka kulm morali, edukata, sjellje e mirë, Allahu gjela ka thonë, ti o pejgamber, Muhammed alayhis salam, ti që ti. Që ti jep, se a mu që ka në dhe sa iman ka në zemrën e Muhammed alayhis salam, sa devotshmëri ka te aj, çfarë shpirtit mirë ka aj. Andaj vëzër, qiko, efektet pa tjetër janë me kanë tek insani. Andaj nuk ka mundësi dikush me thonë, unë a i qajtut në Allahit. Apo, a i ta shofna në kolet. Në kolet shifë dhe vëzër. A i ta shofna, a i ta vetë në kushijën. Sa i mas mirë tje di. Pse tha pejgamberi alayhis salam, vetë në grujen. Ja? Sa ajat, a gje zgjidhët. O këto e ma vetën, mashallah te barakallah. Këtë ma ditë ma jetet vol. Shko vetë e grujën e vetë. Nëse gruja thëtë shumë i sjallë shumë, i miro, i drejto,
ta di se ajo e ka përshkrujt edhe në atë moment kur aj ka qenë i lirum. Andaj gratë e pejgamberit alayhi salatu selam kanë dëshmu për drejtsinë e Muhamedit alayhi salatu selam. Tani kthehemi vëllezër. Allahu ja shpesh e përshkruan Ibrahim alayhi salam në Kur'an, baba i pejgamberëve, koka e tauhidit, të cilin i ka thënë Muhamedi alayhi salam, më të mirët pejgamber, fattabi' millata Ibrahim. Shkoj mas milletet e Ibrahimit alayhi salatu selam. Mi vëllezër, si kuptohet Ibrahim alayhi salatu selam? A mund të kuptohet një tauhid pa moral? Por shembull, që ta kuptojnë vëllezër. A mundi me paramenu ju një sahabi e ka tauhidin e fortë, rren ka pak. Jo shumë ka pak. Po jo, as mundet. Nuk mundet. O vëllezër te muhadithat, na çkto ka thonë pije e Buhurejrës ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pije e Said al-Khudriut ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Abdullah ibn Mesudi ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka kanë çto? Zinxhiri thonë. Vark hadith, njerëz. Çto njerëz vëllezër, kur e kanë kallzu hadithin, kur e kanë kallzu hadithin. Këto ulemat që e kanë morë njeri mas njerit. Apo çuçi kanë këshirë njerin kur ja kanë morë hadithin? Ha? Ka thonë, ti a ki islam? Po. E po kallzo hadith. Ja. E nuk është, me bashkë. Po, atë pse unë ti si na mo haditha? Pse të na skallzojnë hadithe? Pse transmetojmë hadithe? Pse jemi varg zinxhirit? Se ka kushte o vëllezër. Ai zguxon jetën e vet me pasanet kur hiç asnjëherë. Zguxon jetën e vet ai mu pasil asnjëherë keq me dikan. Se i be hadithis, merr hiç kërkon. Ahmed ibn Hanbali vëllezër, në përshkrimin e këtij ulemave, cili dush merra, thotë e ka në maja e edukatës. Kur një njeri se ka ranue, hiç as jetën e vet, një njeri se ka ranue jetën e vet. Andaj është Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal imam. Se nuk ka boj, se dhe më kanë ti ishe po imam edhe une, ama jo, se nuk i plotson ato tjera s'ka duhet, apo. Andaj, s'ka mundësi mu zhvesh islamit të uhidi bi morali, se bje, shembull. A mundet transmetu si hadithit, apo, me rrejt. Jo pun të fejes, pun dunjajës. Jo. Pse, se djetarë thënë, morali nuk coptohet. Qish nuk coptohet? Por shemë nësë i thotë, këshire, unë është në pazar, për një med, jam të dhe vergji. Ama në udhu billah, kur foli për fejë, valla billah. O, s'munët, a e kuptën që s'munët? Pse nuk munët? Se efekti o njeti, qaj njeri jeti. Andaj, Imam Bukhariu, kër e ka pa një njeri që është supozu që ka hadith, e ka pa të e tërturu kafshën. Ja ka që enën shpras, kishe ka uja ti s'ka. O jo kafshën lip s'ka. Edhe ju ka thënë Bukhariu, mas që ka pa, ju ka tërheq, ka ik. Ka thonë nalu ka dale. Ka thonë pse erdhe e ike. Pa ta një punë thot e di për shka kjarë, se kjarë me lip hadithe. Hajde të kallzoj, jo, faleminderit. Kër e kanë pyeti Imam Bukhariun, pse nuk ja more hadithin? Ka thonë po e torturoj ke kafshën. Kishë mund pas me rrejt. A kupton se sa im takshir kjo punë? Ahmed ibn Hanbali, dosin mat nga çka e ka pas, Yahya ibn Ma'in. Që njerit i ka thonë e gjine, ka ditë zinxhirin e hadithit, ç'është ditë emrin tan. E kanë vetë filani, çu ka jetu, këti detaj, çu ti kitrona kon. Apo e shihni sot chatin GBT. Veç e thu, apo ban muhabet me ta. Vallai e ki pas njerit fol, mirë se ardha dajta apo dala. Ç'është janë kon, gjeni janë kon. Edhe një ditë për ditë vedini, kemi fol apo keni dëgjuar xhallar për fitnën e kohës me Muhamedit. Pushteti me aparaturën e vet i ka torturu ulemat për me thonë se Kurani i kriju. Edhe plot për tëne do kanë bo politike, do si cëlli, se shumë për njëzve e njohin veç Ahmed ibn Hanbali. Ahmed dhe kulmi, po ka pas tjerë. Vet Imam Shafiu, për shemë, ka bo manovër. Ka në torturë dhe zë. Edhe Yahya ibn Ma'in ka qenë dosti Imam Ahmedit. Edhe ka bo një manovër për me hikpi mështinje mrejna që në burg. Edhe që ka ndodhë dhe zër? Ka ardhë, mas e kanë shlupi burgit Ahmed ibn Hanbali. Edhe ka ardhë i folet dostit vetë. Edhe Ahmed ibn Hanbali sikur e ka njëru pak. Edhe i ka thonë, o imam, më në po të shofë se i të më njëru dishka. Ka thonë, po valla. Ka thonë, po pse? Shikëve, nuk ka thonë, ti i bo qafir, ti i bo mushrik. Jo, që i ka thonë? O Yahya,
Po ka thonë shumë shpejt be pi pushtetit. Minjëherë pak u munu me tut. Ti minjëherë i thave shka po lipa, ja po? Shikove se sa te Imam Ahmedi kimi zonja shumë i holla. Shumë i holla. Edhe Jahja i tha, o imam, ti e di hadithin e Ammar ibn Yasirit radhiyallahu an, kur e ka thonë fjalën e kufrit në zor. I ka thonë Imam Ahmedi, po Jahja, ama Ammarin e kanë rre, e mësa ne ka fol. Ka thonë ti hist prakën. Walakin Ammaran durib, Ammari është godit. Ti si godit. Të ajo që ka thonë, apo vesh me një tortur, minjëherë e ke tërheq. Me gjithë se djetarë që farë Ahmedi këtu ka lipi Jahjes se ka qenë irnek. Kjo so lipi njëzët thjesht. Aja konë irnek. Apo, anëzë shiko, kjo është temë vetë veti, por du të kuptojmë një gjë. Nuk ka mundësi me coptu dikush fejën. Sepse kër e copton të uhidin për moralit, a di shka me thonë? Kjo, elhamdulillah, më pëlqena më të shki kullu vallaj, së më duket bashimir. A mund e dikush qështu me thonë? A mund e dikush me thonë? Elhamdulillah, valla shumë i mirë, elhamdulillah, rabbil alamin, rahman rahim. Ama kull hu Allahu ehad, Allahu samet. Tash, kur ti e merr një ajet, që kjo ajet, mashallah, te barakallah. Çiki tjetri, që kjo çoptim i fejes, vëllazër. Kur thoje pejgamberi alayhis salatu wassalam, kujshit e min ahiret, Allah na bëf kujshit e ti. Kujshit e min ahiret janë njerëzit me moralin më të mirë. Vëllazër, kontrolloj veten. A pranon ti këtë ditë ajo? Kur thoje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai shka falet natën, edhe agjeron nafile vullnetare. Allah na mundsot me mri Ramazanin, se për vullnetare secili ja di me hallin vetes. Ama ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, ai shka falet natën dhe agjeron vullnetare. Kush a barabar me qëtat? Që me mrenja? Hiq pa e ndëgju hadithin. Vesh me me në thonë, cëli njeri kish mujt me ardhë ngat një njeri që tanë të tenjit e agjeron. Me menupa. Një njeri falet namaz natë, edhe agjeron një ditë po, një ditë jo. Edhe dikush me thonë për shemull, qka ta mërmenja? Si që ki? Ama një njeri shka se ban që këtë punën e këtina. As nuk agjeron, as nuk falet natët. Qka ta mërmenja? Cili janë si që ki? Qka dush më nëshme supozue? Ama për nga mësën vesh një njeri ka thonë i vend që ti ngatë. Cili është aj? Aj cili e ka sjelljen e mirë. Kjo janë barabar ka thonë. Ibn Qayyim el-Jawziyja thotë, jo barabar. Për nga mësën me ka dash me thonë, manalto. Cila e përbashta? Cila e përbashta? Mu falë natën, edhe ma gjuru ditën. Qka kërkohet dhe zërë? Qa kërkohet? Sabër i madhë. E shë bukën, prit ma vonë. Ketë flenë, e shë atë tuk nasë të fletë, ti merë abdes, Allahu Ekber, se ki farës. Po falësh. Kjo e të farë sabri do, dhe zërë. Apo? A i disë farë sabri do, mu qurë dikush me thonë, po berë mora flenë, më sollatë. A i hala ma shumë së të në gjumë. Vese hajtë, se zotis të ka ba ti e mu falë. Kjo hala ma shumë, apo? Si do mos kur i e përshemë ti, të agjeru na file. Edhe dikush thotë, po ma kështë gjithë kim mesh, hajtë, se Allah i s'ta ka ba farës. Hala ma shumë shti me e prish. Për me e bote që këtë vepër do sabër shumë. Andaj e njëta kërkohet për musil mirë. Me të sha, me të ofendu, me të cënu, me të shpif, me të akuzu, me të thonë qash ka se kije, me të thonë që i e a shka si je, me lujt me tyje, mu talë me tyje, edhe në te këtë këta thu, haj, s'ka lide. Nuk ka le, do dhe zë. Njëzit deje se mbi të fjallë vëllëqia. Hini ranohet, a i të varlavë më ka thonë. Apo, ti një fmive me thonë, me ta thonë një fmi, një thonë, o budal, dëven një farë hujumi, apo, a i të 5 vetë mi pasë, ma dëven një farë hujumi, pëse më folë palide, mi pas a i 10 vetë, edhe ma shumë, mi pas 30, pëse më thaki budal më, pra dhem, apo, a dhem, e këto dhim të dheze, kur ti i merë, edhe prap se prap ti silë është mirë, kjo do sabër, andë qiko, Ibrahimi a.s. dhe zër baba i pengamberve, a e ka pas vesh një pjesë, a ka pas shumë pjesë, do gjënë dhe zër. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Hud, ajeti 75, Inne Ibrahime le halimun awahun munib. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, vërtet Ibrahimi ka qenë shumë i but. Shumë i but. Allah në bofë, ja Rabbel Alamin. A që të më dhënë dhe shumë i but. Pasaj ka thënë awahun munib. Munib dhe zëra i cili pëndohet shumë.
do të dalë me të fjala Awah. Për çelë me Kur'an ose do me mushafa me telefon, surja 11, surja Hud, ajeti 75. Thot Allahu subhanahu wa taala, Awah. Ibrahim ka qenë Awah. Çka është Awah? Kanë thënë disa dietarëve, sikur që ka përmend Shawkani rahimahullahu taala, ka thënë Awah idha dhakara khatayahu istaghfara minha. Sa herë që ju kanë kujtu gjunahet Ibrahimit, ka filluar me bëj istighfar. O Zot falma, o Allah falma. Pejgamber, çfarë gjunaje ka mujt me bë? Pejgamber, çfarë? A ka mujt me thonë, valla, a ka mujt me thonë, kam lut komar? Hasha. Ka mujt me thonë, kam dal me çika të huaja? Hasha. I pastër, pejgamberi janë pasur pi gjunave të mëdha, pasur pi gjunave të vogla. Me gjithë khilafin që e kanë ulema. Që ka gabime o dhe, çfarë gabime ka po? Diku ndoshta që ka duk tamam sjella që duhet është më radh. Ka bëj istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. O dhe zë sot njeri zina ban nuk thot astaghfirullah. Gjithdit në kazinore nuk thot astaghfirullah. Gjithdit vjedh pasuritë e uja nuk thot astaghfirullah. Kjo të kallzon se na kena një problem, se si tutmi Allahu xhel xhelalu. Nuk i kemi frikën Allahu xhel xhelalu. Ka thot Shawkani, thot wal mutabiq li ma'na al-awwah lughatan an yuqal innahu alladhi yukthiru at-ta'awwuh min dhunubihi. Ndërka ka thënë, nëse e këshirëmi gjuhësisht shprehja kuranore Awah i bie, pra Ibrahimi a.s. që ka po? Ka thënë, është ai njeri cili kur shumë ban of. Ibrahimi a.s. shpesh ka thënë, o i mirë unë, o zoti madh, o i mirë unë, o i mirë unë. Për çka o vëllezër? Ka thënë, nga kujtimi gjunave. Dhe kështu kanë qenë sahabët e pejgamberit a.s. Kështu ka qenë Omar ibn Khattabi, vazhdimisht ka kajt, nëse ne kanë marrë veç ato kajt. Ja, vazhdimisht ka kajt. Ka qenë në një xhenazë, edhe janë largu njerëzit, edhe ato kanë filluar edhe familjarët mu qetësue, Omeri ka nisë me kajt spenalt kajt më. Edhe ato njerëz i kanë thënë, Omer, o një familjar të qetësuan ti Allah së qetësove. O ka thonë unë çam duk kajt më për këtë. Për këtë që ka vdek. Unë është për vetëm duke. Ka thonë kash të menua ditë çish duket ajo ditë kur kanë më thonë njerëzit vdiq Omeri. Allah na fal të gjithëve ya rabbal alamin. Pastaj ka thënë fjalën e njohur. Ka thënë mirë për mua e mirë për nanën time. Nëse Zoti s'mi fal gjunat. Nëse Zoti s'mi fal gjunat. Vëzë ne kemi harru termin gjuna. Fjalën gjuna. Hajde kallzom kështu. Kur e nin termin gjuna, a shkon vetja ndërmend a kushia? A shkon vetja ndërmend a doni dost? E kam një gjuna qarë që ati koleg, sa i kesha, në udhu billah. Inshallah Zoti s'na donon për shaktina. A e kupton se ti se kupton fjalën gjuna? O zë pejgamber akon ki. Allah thot, Ibrahimi pejgamber që e kemi dërguna, akon halimun awwa, i budhe që ka bo, o Zoti madh, o Allah, falem, o Zot falem, veç ka kukat. Por çka? Se e ka ditë se gabimi jem apo raporti me Zotin Xhelel Xhelalu është shumë i madh. A di me kanë kambun. A ne ka thonë plot ditë parë të muslimanëve. Ti mos e këshir gjunaj sa i madh e i vogël. Ti këshire kujt i ki thon? Jo. Shi kur ti ki thon sta kri punën. Rabbul Alamin Zotit madh Xhelel Xhelalu. Thot ataja Awah është huwa al-khaifu min an-nar. Ka thënë Ata ibn Abi Rabah rahimahullahu taala, ka thënë Ibrahimi kur e ka përshkujt Ibrahim a.s. Allahu xhelel xhelal Kur'an, Awah ka thënë është ai i cili frigohej shumë pi zjarmit. Vazhdimisht ka thënë o Allah mos mban pi banorëve zjarrit. O Allah mos mban pi banorëve zjarrit. Apo e shikoj vëzër, këto kuptime, këto mana, besimtarët mi pas me veti vazhdimisht, në punë, në shtëpi, në raport, me thuaj o Allah mos mban. A çish bëhet kjo vëzër? Të e çu farzin vën, e ty largu harameve. Ti realisht këtë të vepra shka i bash ka thue, o Zot musliman për banorëve zjarrit. O Zot musliman për banorëve zjarrit. Inshallah Allah nuk na bën për banorëve zjarrit ya rabbal alamin. Thot Abu Ubejde, thot huwa al-mutaawwih shafaqan wa faraqan al-mutadarri'u yaqinan. Ka thënë Abu Ubejde në komentin e këtij ajetit, ka thënë al-mutaawwih Awah është ai njeri i cili vazhdimisht rrin tut. Ha? A thu pështoj? A nuk pështoj? E ka këtë frikë të pa largume, edhe ai i cili për ullet nga bindja që e ka. A më për ullje e plot. Për ullje e plot. Gjithashtu vëllezër, ka ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam fjalë të ndryshme që e kanë përshkruajtur gjendjen e pejgamberit alaihi salatu wasallam, si ka pas frikën shumë Allahu subhanahu wa taala. Ka ardhur hadith se pejgamberi alaihi salatu wasallam ka thënë hadith, fa wallahi
inni la'alamuhum billah wa ashadduhum lahu khashya. Kërja kanë përshkrujt pejgamberit alayhis salam një grup të djembe të ri, të cilët kanë përshkrujt për gjendjes vetë se unë njëri ka thonë veç falla, veç xheroj, smartona, s'ha më që kështu më radh, atëherë ka thonë alayhis salam pasha Allahun, unë më mirë një Allahin. Unë më mirë një Allahin. Edhe unë më shumë i tut në Allahut se ata. Nuk o tuta vëllazër kur ti dramatizon. Ja. Nuk o tuta për shembull ti me quzonin. Jo. Shkon nevojë me tut kushir, jo. Tutu ka dalë. Ka thënë Aisha radhiyallahu anha, kur e kanë pyet, çish fale pejgamberi sa natën, edhe çka bante, thot lexonte Kur'an, edhe sa për me një vetveten, edhe njëri ngat e ka një, thot dhe gumzhonte. Sigur ka thon sigur gremzat kur mbledhen, e ke bë ajo, je hona e vogël çka bëhet? Ajo çajo zhurm çati, çaj zon, çajo ulurime vogël që nërmes veti, thot që shtu bante pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Apo, jo ti me piskat mu çu diku çau valla. Jo tu s'ka nevojë skena jo. Apo, as dërvish në mu bo jo, as me kajt para njerëzve jo, as YouTube jo, as Facebook jo. Tu ju Allahut për veti. Tu ju Zotit madh te bareke ve për veti. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ka thënë unë jam mas shumë diçë një Allahun. Mirë po, nuk baj që ashtu shka ka bërë ato. Unë edhe flej edhe falna, edhe martona edhe agjeroj, edhe ha mish, edhe do njëherë nuk ha kur s'kap. Pra nuk është lënje dunjas argument se ti i e shumë që i frikohesh Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu vëllezër, ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alayhi salatu wassalam kayfa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al qarn wastama'a idhna mata yu'mar bil nafkhi fayanfukha. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një prej transmetimeve se ka thënë si të gëzoj jetën, si të kënaqem në këtë jetë kur ati që ja kanë dhënë burin me fry në sur, që e ka angazhu Allahu subhanahu wa ta'ala, ku thot wa nufikha fi sur, dhe do t'i frijet surit për çka? Për me ndodh krejt ndryshim dramatik në dunja, më bë kiameti. Ka thënë alayhi salatu wasallam, çish ta gëzoj jetën kur ai atë surën e ka shtingoj meleku, edhe pret urdhën pi Allahit frin. Ai gati o meleku, gati o, vetëm e prit urdhën e Allahut, frin. Apo, a kemi pa vëzër që ta kuptojna. Njerëzit vëzër kur hipin në aeroplan, keni hip nështë shumica, po kemi pa emisione, po besoj që kanë hip shumë prej neve. Keni pa, aeroplani nuk niset më njëherë, i ka teknikat e veta, edhe ka emisione ku mund ta shikoni se si niset dhe si përgatitet për nisën e një aeroplanit pim fillim e deri në mbarim, ku i intereson. Aja merë njerë i hip o thartë, pastaj e merë pozicionin, nga se kanë koordinime në mes pilotit edhe atyre të cilat janë poshtë, ata e koordinojnë, ata japin urdhën, nisu e kështu më radhë. Apo, keni pa vëzër, ti mas i tiposh, të lidhin, thojnë banu gati, mos lëviz, mbane si cili vendin e vetë, e kështu më radhë prej rregullat të aeroplanit. Edhe ai nxej motorat, vazhdimisht marrin motorat e kështu më radhë, edhe ai veç gati e ka krejt. Këtë ka po gati. Krejt, i kontrollon, a i ka krejt në regull, a i funksionojnë krejt edhe raporton atje, se gjithë shka në regull, edhe krejt i hapin raport pilotit, a i funit i mërë që këtë në regull, si se li ka zonë, flatat janë kështora, këtë janë në regull, edhe a i më vonë merë koordinat për munis. Njerëzit këtë rinë nethe, ato nis, e veç, dakik jo, kur fillon e jo zhurma, 300-400 fluturon, njerëzit rinë nethe, deri se ta morë stabilitetin. Për çka vëzër? Për një fluturim që pikë këtu kime shku dikun në tokë apet, kime ra, kime zbrit. Po para më vëzër, thot pejgamberi alayhis salam, meleku i cili është i detyruar i ngarkum për mi fri surit për me nis kiameti, gati jo, hazara, aja ka morë, prit urdhër, koordinat, urdhër, vetëm e prit, bahu, bane, frije, edhe i frinë. Andaj ka thënë alayhis salam, ato e ditë që ta njëri ka mundësi mu kënaqë në një. Para më vëzër, nëse supozojna meleku i vdekjes
çdo ditë ka punë. Çdo ditë ka punë. Sot e merr dikon Shkup, nesër Detov, Pumanov, daljesh Maqedonia, Turqi, për ditë dikush vdes. Do më thonë këtu. Ha? A e mani men në Covid kër nga thoshin doktor, a i këto virusi, këto kanë, dhe me ka po dhe me kërujës, a i këto një virus i vogël, su shif ke kurkon së në maqin, thoshin që ka që gram virus ka kitë dunjana më në miti në bo një lom. Ama i thoshin këto që në patën tranu krejt, këto thoshin shka një virus që ka përcej, apo? Isha da zven kur mo. Po pa në vëzër me leku i vdekes, a i këto po sot ta ka morë kujshim, po tine që e këto sot një vla, në këtë gjami në vëzër çdo ditë 3 ditë me ka gjenazë. Çdo ditë 3 ditë na e përcjella njërin për ahiret. Edhe pak prap nuk i tuti me Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo ka thënë vëllezër për një problem shumë serioz tek neve. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte frikën Allahu subhanahu wa taala shumë. Gjithashtu vëllezër pejgamberi alaihi salatu wassalam kur e kanë pyet përmendëm këtë hadith më herët se pejgamberi alaihi salatu wassalam kur e kanë pyet se pse disa kime nga mjekra e tij e ndershme janë bërë të bardha, apo e kanë pyet, ka thonë ja Rasulullah, qad shibte, qenë ke thy, qenë ke thin në mjekër. Atër ka thonë pejgamberi alayhis salam, po surja Hud, surja Al-Waqi'a, surja Al-Mursalat, edhe amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat, më kanë zbardhë mjekrën. A njëni për neve thot, o thina të maru shpia, o thina të i ru që të e vladët. Qëka je thina, Allah, të i rritëve? Pa do vetë janë rritëve. Po të i kur mërë se ke morë lukën mi dhonë e vladit tanë, a këte ta matë ti thu, linjeri lot, a bol, kujdes me këtë qka bi folë. Po të i tutë me njerë për akhirat. A ti që kime dalë për para Zotë i gjellë, për mu marë logari. A bo, më lodhen, na tonë, ke tonë, së bim ledhi punët. Kur të ashtë farë punë palidhje. Në e vëzër duhet besimtarë më konë shumë më serios. E mos me lujt me këto gjëra. Edhe mos më ushtirë viktim se ti e viktime një lodhje. Atë lodhjen e ki këtë ti. Këtja të menon që kimu shpërbli për ata, për këto viktimizime. Jo. Andaj ka të nësëm, po kjo mekën e bardh u bon për shkak sureve. Lezoj e surën Hud, lezoj e surën Waqi'a. A themi na thët të shti. Po ke thët të shti, vëzër. Ka kiamet. Allahu gjitha tërgjiuna hajnë këndëm gajra me dinin. Haj këthaja njerin kur t'i vene dakik i vdekës, haj këthaja mush me këthije. Po së në këthajnë Allah, s'ka mundësi në dunja kërkush me këthije. Inshallah Zoti kur na vena në moment na marrë me rahmetin e tina dhe me iman. Nëse janë momente fështira ato dhe zërë. Besimtari duhet mi kujtu këto gjëra, se këto gjëra minimumin e efektit e kanë që mos bëj zullum. Mos bëj zullum dhe zërë. Hajde para në kështu dhe zërë. Thot Ibn Jauzi, rahimahullah, me punu njeri 5% me zgjuarsin dhe kthjelltësin dhe këndjeljen që ka e ka pak para se me vdek, me kanë që 5% e ka këtu. Kur sa i shtrim me vdek, mjafton thikim mos me bo gjuna. Këta shpesh s'pe kuptojna. Hajde kështu. Në njeri o vëzër, runa Zot, i kanë thonë doktori, runa Zot, i shërov të sëmunët e muslimanëve, dyshojnë se e ki një kancer. Ka nis ka pak. A i shkon këti me një me thonë, be s'ka lidhe une. Ja, ka dalë. Shisë e imni se i keqë? A di për të njësë të dojnë, s'muja keqë. S'muja keqë. Zotin arrujt. Pse o vëzër? Sepse termi kancer, vdekja, po. Nuk i shkon më këti me njëherë ullët. Doktor, që du të me ba unë e tash? E këshirë në 200, 400, 700 e këshirë. Pse? Se frigohet. Andaj Allahu gjëve neve në i bje këto lajme për shparë. O njës frigoju. Se me tra kanceri, jo do mos dëshmërish vdes. Ama ku të vdejnë e urdhri Allahu gjëve me vdek. A ki kancer, as ki kancer. A i e budi bulder të merë, subhanahu wa ta'ala. Allahu gjëve dhëtë na i marrim shpirtat të fletë. Ta mërë shpirtin, ta këtëm prap. Andaj, duhet besimtari me i pas frikën Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu vëzër, kër e përshkun frikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e përshkun kështu. Aisha radhiyallahu anha thot se pejgamberi alaihi salatu wassalam kur kishte doni frim, ose mjeglla, u mbledhshin në rret, apo edhe
Thot Aisha, uri fe vi vëgji, shihej në ftyr, ju prishte disponimi, kanë me pa rejt, erën, apo na thëna, flati madhe ka bo zoti flat. Elhamdulillah që ka bo flat. Ha mundet ki flati mus me nal shpejtësi, a ki pa kur alemrohen ka njerë këto, thot ka me pas 80 km në orë në frim, këshim shel nuk ka shpija. Me kon 200 km në orë, me kon 500 km në orë. Ha, kur ta shif që je bo banor i Kinës, je bo banor i Kinës, tu kanë pin qajrë. Zoti madh, kudretin e ka të madh, vëzër, tu qënë që tërgon. Shiko Aisha thot, se herë që frin të era, e dinim, për nga mësa mini herë në dronë. Edhe një ditë për ditëve i thash, ja Rasul Allah, oj dërguri Allah, krejt njerëzit kër i shojnë rejt gëzohen, krejt njerëzit kër i shojnë frimën gëzohen. Ha, pse? Shpesh presi ka me prushi, me shpesi ka me prushi. Ka thanë, veç ti kur ka frime dhe re, shifë se si e mirë. Alayhi salatu wassalam. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, më tha mua, ja Aisha tu, ma ju emminuni en jekune fihi adhabun, qad udhiba qawmun birrih, wa qad ra'a qawmun al-adhaba, fa qalu hadha aridun mumtiruna. Ha? I ka thonë, oj Aisha, e qka më siguron mua se në këto re s'ka azab, kjo frim s'ka azab. A e nuk e diti oj Aisha se disa popoj janë dënu me frim? Ka frime shpejt, akulle, i ka la njerëzit paralizum. Ja? Allahu ja kërë përshmun, sër, akulle, i ka la në qështu, palevisëshem. Zotin arrujt nga dënimi Zotin. Qajo alëzër, me ashtu temperaturën, me temperaturën, me një temperaturë ti e pjek bukën, ama me ashtu lumat e bërë e gjeg. I njëta fura. Andaj, qajo njëtin lumë shka u ka krenue, me njëtat detna shka u ka krenue, faraonik, Allah u gjithë që te ka përmi, që ta e krenue, që te kena me të mitë. Pas të i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, oj Aisha, ka qenë një popull, që e ka përshyt Allah u gjithë në Kur'an, në surën Ahqaf, ka harë reja, mjeglat, edhe kanë thënë, hadha aridun mumtiruna, ka thënë kjo reja, ka harë me na plungë shi. Allah u gjithë ka thënë, bel huwa masta'jaltum be. Jo, kjo nuk ka more. Ka pasë re vitet të kaluara. Kjo është azapi juve. Edhe i ka dënu Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëzër, seher i shifte ret apo shifte frimën, frigoj për i Zotit madh te bareke wa ta'ala. Vëzër, dhe ka edhe shumë gjëra të cilat kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Mirë po na me këta po e përfundojmë, nga se kjo temë ka shumë për të fol. Mirë po me këtë po e përfundojmë këtë vepër për frikën ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Elusim Zotin e madh subhanahu wa ta'ala që Allahu të vendos frikë në zemrat tona, që ti tutmi Zotit madh te bareke wa ta'ala. Elusim Zotin e madh xhelal xhelal që Allahu subhanahu wa ta'ala na bën prej atyre të cilët e dëgjojnë Kur'anin dhe zbatojnë ata, e dëgjojnë hadithin dhe e besojnë dhe zbatojnë ata. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që Zoti jon xhelal xhelalu të ndihmon muslimanët kudo që janë. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që Zoti jon te bareke wa ta'ala të dobtit të muslimanëve, të vejat, jetimat, pleqët dhe plakat, sidomos vëllezërit tonë sa të janë në hieka, edhe janë në gazep, edhe në janë në siklet, Allahu xhelal xhelalu të ndihmon. E sidomos ata vëllezërit tonë, të cilët kanë kaluar në për luftra, e jetojnë në për shatore, e tani ne po e presim dimrin si cili për neve ka mundësi, e ka bogati shporetin e vetë, e nxemin e vetë, ata ka mundësi, nuk kanë mundësi me që ka mundësi. Allah i dhe mof ja rabbal alamin. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që krejt agresorët, zulumqarët dënë me të vetit i shpartalon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.